Me rastin e festës së Fitër Bajramit, Myftia e Kosovës, Naim Tërnava, ka uruar të gjithë besimtarët, duke theksuar se kjo festë shënon përmbylljen e një muaji të mbushur me përkushtim, sakrificë dhe reflektim shpirtëror. Sipas tij, Ramazani ka forcuar besimin, solidaritetin dhe ndjenjen e përgjegjësisë ndaj njëri tjetrit. Po ashtu, ai ka theksuar rëndësinë e paqes dhe mirëkuptimit, duke apeluar që vlerat e Ramazanit të vazhdojnë edhe në jetën e përditshme. Mëshirëbërësit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, pas një udhëtimi të gjatë shpirtëror të mbushur me përkushtim, sakrificë dhe devocion gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, nesër po e presim me gëzim të madh festën e Fitër Bajramit. Ky muaj i begat ishte një shkollë e lartë e edukimit shpirtëror dhe moral, ku besimtari u përpoq të pastroj zemrën, të disiplinoj shpirtin dhe të afrohet më shumë me Zotin e Madhërisëm. Në përjetimin e agjerimit, lutjes dhe solidaritetit, ne rikthyem ekuilibrin e brendshëm dhe forcuam lidhjen tonë me Krijuesin dhe me njëri tjetrin. Ramazani na mësoi se besimi nuk është vetëm fjalë, por përkushtim i gjallë. Ai na edukoi në durim, në sinqeritet dhe në përgjegjësi, duke na kujtuar se njeriu e arrin madhështinë e tij përmes përulësisë dhe devotshmërisë. Ky muaj na bëri të vetëdijshëm për përgjegjësinë tonë ndaj Zotit, ndaj vetvetes dhe ndaj shoqërisë, duke forcuar ndjenjen e solidaritetit dhe të dëmshurisë për ata që janë në nevojë. Në përvojën e përbashkët të sofrës së iftarit, ky muaj i bekuar kultivoi ndjenjen e barazisë, forcoi unitetin, thelloi solidaritetin dhe ringjalli shpresën, duke na rikujtuar se dera e mëshirës së Zotit të Madhërisëm mbetet për herë hapur për zemrat e pastra dhe të sinqerta. Të dashur besimtar, Fitër Bajrami është kurore e këtij rrugtimi shpirtëror. Ai nuk është vetëm një festë gëzimi, por një manifestim i vlerave më të larta njerëzore dhe hyjnore. Në këtë ditë, zemrat mbushen me paqe, falje dhe dashuri, ndërsa besimtari e ndjen me fuqishëm përgjegjësinë e tij si me këmbësi Zotit në tokë, për të përhapur të mirën dhe për të ndërtuar një shoqëri të drejtë e të moralshme. Në traditën tonë, Fitër Bajrami është festë e bashkimit, e pajtimit dhe e humanizmit. Është dita kur hapen zemrat, kur shtrihen duart e pajtimit dhe kur forcohen lidhjet familjare e shoqërore. Sofrat tona mbushen me begati, por mbi të gjitha me dashuri, respekt dhe minjoje. Kjo festë na kujton se gëzimi i vërtet është ai që ndahet me të tjerët. Kjo është dita kur duhet të jemi më pranë njëri tjetrit, më të kujdesshëm ndaj të varfërve, jetimëve, të moshuarve e të smuarve. Bajrami na mëson se humanizmi nuk është vetëm një ndjenjë, por një detyrim moral dhe shpirtëror që duhet të shoqërojë jetën tonë të përditshme. Mesazhi i Fitër Bajramit është paqja, solidariteti dhe dinjiteti njerëzor, në një kohë kur bota po përballet me konflikte dhe luftra që po marrin jetë të pafajshme. Kjo festë na fton të lutemi për paqe dhe të angazhohemi për ndërtimin e një bote më të drejtë. Lutemi që Zoti i Madhërisëm të udhëzojë njerëzimin, të jap fund luftrave, të ndalë vujtjet dhe të sjellë paqe e mirëkuptim në botë. Fitër Bajrami na rikujton edhe fisnikrinë e njeriut dhe misionin e tij në tokë. Njeriu është i nderuar dhe i ngarkuar me përgjegjësi për të ndërtuar, për të ruajtur dhe për të përhapur vlerat e mirësisë dhe drejtësisë. Prandaj, kjo festë është një thirrje që të vazhdojmë rrugën e mirësisë, të drejtësisë dhe të përgjegjësisë edhe pas përfundimit të Ramazanit. Të nderuar qytetarë, në këtë ditë të bekuar, më lejoni që në emër të Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës dhe në emrin tim personal t'ju shpreh urimet më të përzemërta për festën e Fitër Bajramit.
Le të jetë kjo fest një burim gëzimi, paqe dhe shpresë për të gjithë ju dhe familjet tuaja. Një urim i veçantë shkon për bashkëdhëtarët tanë në Mërgat, të cilët edhe pse larg dheut, mbeten të lidhur fort me fen, traditën dhe identitetin e tyre. Le të jetë kjo fest një urë që i afron zemrat dhe i forcon lidhjet tona shpirtërore. Gëzuar Fitër Bajramin, Zoti e pranoft agjërimin, lutjet dhe sakrificat tona, Zoti ju dhënë të paqe, begati dhe mirësi në familjet tuaja.